Martesat në mes të bashkëshortëve të mitur shkojnë në ulje, por ato për çdo vit vazhdojnë t'i kemi prezent. Gjatë vitit 2014 kanë ndodhur 15 martesa të këtilla, ndërsa gjatë 3 muajve të parë të këtij viti ka pasur vetëm një. Gazetarja Gëzime Imeri sjell detajet e tjera rreth kësaj dëkurie. Martesat në mes të çifteve të mitur andon se nuk janë të shumta në numër. Në Gostivar vazhdojmë t'i kemi të pranishme dhe sot e kësaj dite. Në Qendrën për Punë Sociale njoftojnë se vitin 2014 e përmbyllën megjithësisht 15 kurora të këtilla, ndërsa nga fillimi i vitit e deri më tani është shënuar vetëm një martesë mes dy bashkëshortëve të mitur. Ndryshe nga e kaluara kur këto lloj martesash kanë qenë të imponuara nga prindërit se gjoja në këtë formë do të ruanin moralin e vajzës që ajo të mos kishte më tepër lidhje me djemt. Tani po kërkohen nga vetë vajzat dhe djemtë që nuk i kanë mbushur ende të 16-tat. Nadica Veliçkovska, punëtore sociale për fëmijët e rritur, njofton se për çdo vit ky numër bie, por nuk evitohet tërësisht. Ova godina isto така за да ви напоменам дека сите maloljetnički što sa kada stapat vo brak prit. Për këtë vit dëshiroj të potencoj se vërehet një interesim jashtëzakonisht i ulët i të miturve për të lidhur kuror. Kjo pasi që gjatë 3 muajve të parë të këtij viti është regjistruar vetëm një rast, ndërkohë që vitin që e lan pas kishim 15 raste të këtilla. Ne konsiderojmë se rinia gjithnjë më tepër po vetë djesohet me obligimet që të mvesh një bashkëshortësi, andaj dhe ngurrojnë t'i futen kësaj sfide, e cila jo gjithnjë, por në të shumtën e rasteve ka rezultuar dështuar, sikurse në të kaluarën edhe tani, në këto lista kanë dominuar popullata rome si dhe maqedonasit musliman, thot Veliçkovska. Ajo nënvizon se këto lidhje janë më të rrezikuara nga divorci, si pasojë e papjekurisë që e karakterizon çiftin në çdo aspekt, por kjo nuk do të thotë se këto kurora gjithnjë janë të ekspozuara para rrezikut të ndarjes. Papjekuria emocionale, fizike dhe psiqike e bëjnë të veten, ata megjithatë janë të mitur dhe ndryshe i konceptojnë detyrimet në bashkëshortësi, por kjo nuk do të thotë se të gjitha kurorat mes të miturve janë të rrezikuara nga ndarja, nënvizon Nadica Veliçkovska. Sa për krahasim ajo përmend se vitin 2013 e përmbyllëm me 15 martesa të këtilla, ndërkohë që në vitin 2012 ky numër arriti deri më 40. Kjo ishte edhe koha kur Gostivari po qëndronte në krye të listës në nivel të shtetit për nga numri i kurorave mes të miturve. Megjithatë, edhe pse martesat mes të miturve janë të lejuara dhe aprovohen, sërish edhe këtu ekziston një limit i pakapërcyeshëm. Çiftet nuk guxojnë që të jenë nën moshën 16 vjeçare, sepse ligjërisht nuk ju jepet e drejta ligjore për të lidhur kuror. Pa maloljetnik ima naполнето 16 години. И согласност макар на един от родителите, лекарско уверение, согласност от кајнас тук от Център за социална работа. Të miturit që kanë mbushur moshën 16 vjeçare, me pëlqimin e të paktën njërit nga prindërit, një vërtetim mjekësor dhe me pëlqimin e ekipit të Qendrës për Punë Sociale, dërgojnë kërkesën në gjykatën themelore në Gostivar. Pastaj gjykata sjell vendim nëse kanë të drejtë të hyjnë në bashkëshortësi pa arritur moshën madhore, por me këtë rast limiti nën moshën 16 vjeçare nuk lejohet që të kapërcehet, sqaron ajo. Gjithnjë mbështetur në parashikimet e ekspertëve të qendrës në fjalë, këto martesa në të shumtën e rasteve kanë rezultuar të dështuara, por ka edhe nga ato që kanë shënuar sukses dhe tashmë kanë lindur edhe fëmijë, si kurore raporteve stabile mes çiftit. Këtë konfirmon edhe Agim Jakupi nga reparti ginekologjik i Spitalit të Gostivarit, i cili nënvizon se pjesa më e madhe e tyre janë të nacionalitetit rom.